Suksesin ta marrësh avash. Ne nuk mund zgjohemi nga 30 vjet që s'kemi bërë asgjë gjë dhe të nesërmen të shkojmë palestër dhe të pas nesërmen ne të kemi muskuj. Ndodh? Jo. Duhet shkojmë për muaj me radhë, për vite me radhë në palestër. Pra duhet ta konsiderosh biznesin si palestër. Duhet një karakter i fortë dhe ta ndajë mendjen që ai duhet të punojë për biznesin e tij. Ai mund stërvitet patjetër te biznesi tjetrit, që do thotë mund të marrë përsipër përgjegjësi. Ju më keni lënë me vendos mikrofonat këtu në këtë studio. A mund të merrem pak edhe me ndriçimin? A mundem ta mësoj pak edhe kamerën, të marrë përsipër përgjegjësi? Pasi sipërmarrësi së pari merr përsipër përgjegjësi. E dyta, duhet të ketë vazhdimsi te ajo gjë. Pra nuk duhet vetëm një ditë rregulloj ndriçimin, po duhet për çdo ditë me vendosmëri ta përmirësoj atë proces. Këto kemi bërë gjithë. Së treti të prodhojnë vlerë. Mund të shkosh ti sipërmarrësit, ti thosh marrit rrogën 50.000 lekë, ti rrit performancën me 10%, nëse unë të rrit rrogën 50.000 lekë, jo po unë duke punu jam. Jo. Nuk mund të ketë rritje. Së pari ti do investosh i parë. Ti gjithmonë duhet të punosh më shumë se ç'paguhesh në mënyrë që një ditë paguhesh më shumë se ç'punon. Ky është thelbi i sipërmarrësit. Nëse ti investon tek biznesi ku punon, pastaj mund të investosh edhe te biznesi jot. Nuk mund të jesh dembel te biznesi tjetrit, të punëtor te biznesi jot.